Edhe gjatë muajit shkurt, në repartin e pediatrisë në Spitalin Elbasanit është shënuar një fluks i lartë i fëmijëve të prekur nga gripi dhe virozat e stinës. Sipas mjekëve, numri i rasteve ka kaluar mbi 110 fëmijë në 24 orë, ndërsa është rritur ndjeshëm dhe numri i shtrimeve në spital. Mjekja pediatre Irena Palloshi shprehet se më shqetësues është fakti që po vihet re rritje e rasteve edhe tek foshnjat nën moshën 3 muajsh. Sipas saj, virozat gastrointestinale kanë lënë vendin për virozat respiratore, duke bërë që shumica fëmijëve të paraqiten me temperaturë, koll dhe zë të ngjirur. Megjithatë, ka dhe raste që vinë me temperaturë të lartë, dhimbje barku dhe të vjella. Më shumë paraqiten fëmijë me probleme të traktit respirator, sepse vazhdojmë të jemi në stinën e dimrit. Janë fëmijë me koll, me temperaturë, fëmijë me fishkëllima, fëmijët që janë alergjik, kemi fëmijë me bronkiolite, me otite, por kryesisht predominojnë edhe fëmijët me temperatura rebele me gjendje gripi, pra me gjendje virusale, pa asnjë prekje tjetër. Mjekët pediatër theksojnë se ndryshimet e shpeshta të motit ndikojnë ndjeshëm në përhapjen e infeksioneve respiratore, ndaj prindrit këshillohen të mos neglizhojnë shenjat e para të sëmundjes. Këshilla jonë është sidomos kur kanë beba të vegjël dhe fëmijë të moshave shkollore në të njëjtin ambient, të kenë kujdes që bebat të vegjël të mbajnë në një ambient të pastër, të veçantë, sepse bebat e vegjël 1 muaj 2 muaj na vijnë pikërisht fëmijë që janë të infektuar nga fëmijët e moshave shkollore që kanë motra dhe vëllezër në shtëpi. Mjekja Palloshi u bën apel prindërve që gjatë këtyre ditëve të tregojnë kujdes të shtuar duke shmangur grumbullimet dhe ambientet e mbyllura. Ajo këshillon që fëmijët të paraqiten menjëherë në spital nëse shfaqin temperaturë të lartë rezistente, të vjella, vështirësi në frymarrje apo lodhje të theksuar.